Sot do ju shpjegoj teorikisht si bëhet një qefje nga fillimi deri në fund. Si fillimi vendosim letën e qafës klientit dhe më pas mantelin. Referohemi 2 gishta sipër veshit për të bërë vizimin me zeron e imët. Mbas çdo hap pune është shumë e rëndësishme të përdorim fushën e pastrimit për ta pastruar klientin nga qimet që i bien. Pasi kemi mbaruar vizimin me zeron e imët, pastrojmë pjesën që nga ngelur. Dhe më pas pyesim klientin nëse dëshiron zeron e fortë ose e them ndryshe rulin. Më pas vazhdojmë procesin e punës me rul duke lënë distancë 1 gisht poshtë vizimit. Gjithmonë ruli na le një vizë, për të hequr vizën që na le ruli, duke kthyer mbrapsht me goditje për poshtë mundohemi të heqim vizën që na ka lënë ruli. Në qoftë se ruli nuk na e ka hequr plotësisht vizën që na ka ngelur, atëherë përsëri me zeron e imët e përdorim në këtë lloj mënyre duke kthyer mbrapsht. Më pas vazhdojmë procesin e punës me makinën kryesore me levë, e cila është 0 e mbyllur dhe hapur 0.5. Do vazhdojmë procesin e punës 1 gisht sipër vizimit që kemi bërë me 0.5. Gjithmonë është e rëndësishme të mbajmë në dorë fushën e fedit për të pastruar qimet që na krijojnë gjatë punimit kur krijojmë linjën. Mbasi kemi krijuar linjën me 0.5, më pas mbyllim makinën gjys leve 0.3, punojmë pak më poshtë dhe më pas 0 për të fshirë vizën që na ka ngelur. Vazhdojmë me numrin 1. Me left hapur 1.5, do vazhdojmë 1 gisht e gjys nga 0.5. Duke mbyllur më pas përsëri gjys leve që shkon 1.3 dhe më pas në njësh për të zbutur pjesën që ka ngelur. Për të fshirë vizën që na është krijuar nga njëshit e 1.5, do përdorim ndërmjetësin e vogël. Duke përdorur në gjys leve 0.8, 0.7 dhe kështu gradualisht deri në 0.5 për të fshirë vizën që na ka ngelur. Në qoftë se ndërmjetësi nuk na heq plotësisht vizën që ka ngelur, do punojmë 0.5 makine duke përdorur pak me cep. Mbasi kemi mbaruar me ndërmjetësin e vogël, do kalojmë tek ndërmjetësi i madh 1.5. Do ta hapim dysh dhe do punojmë thjesht me ndali për të zbutur pjesën që ka ngelur. Duke ulur më pas gradualisht gjys leve 1.8, 1.7 dhe tek 1.5. Më pas bëjmë pjesën e lidhjes të flokut me volume, pjesën e jes me krerë gëshër ose krerë makinë duke përdorur ndërmjetësin e vogël. Dhe më pas kalojmë tek prerja e flokut sipër. Si fillim ndajmë flokun në 3 seksione. Seksioni i parë fillon midis vetullave më pas ansoret dhe për të bërë prerjen e flokut sipër përdorim gëshër me masën 5.5. Mbasi kemi mbaruar prerjen e flokut sipër me gëshër, në qoftë se floku klientit është i dendur dhe i trash, mund të përdorim dhe gëshën ralluese për rallimin e flokut. Mbasi kemi mbaruar me drejthijen dhe me pjesën e shkurtimit flokut sipër, japim theksimin e konturave me zeron e imët. Para se të bëjmë theksimin me brisk, normalisht do ta luajmë me xhel pjesën ku do punojmë me brisk që mos krijojë irritim te lëkura e klientit. Mbasi kemi mbaruar procesin e qefjes, më pas pastrojmë klientin, gjithashtu i pastrojmë edhe qimet e qafës dhe në fund e disinfektojmë. Në qoftë se je interesuar dhe ke pasion dëshirë për të bërë një kurs berberi, e regjistro në Berber Alb Academy.